zëri kryesor i tani në këtë pjesën e fundit të vendimarrjeve politike ka qenë zëri i përkthyesve. Përkthyesit që kanë përkthy në Mek, që kanë përkthy në Kfar, që kanë përkthy në OSB, janë shëndruar në politikanë të klasit parë, përkthyesit që janë konë Gjermani, përkthyes janë ardhur dhe janë bërë deputet, janë bërë ministra, janë bërë. Nuk është ky problemi kush çka thot. Duhet flas kushtetuta e para që ka fol dhe duhet të jetë në qartë kryetarët e partive politike dhe parlamenti. Këto institucione nuk janë të varura nga mediat, nga analistët, Do duhej. Nuk ka nevojë. Do duhet të ishin debatet janë debate, por analistët në dy anë dhe pa politike në mes është problem se ti në qoftë se dën me kritiku si analist Albin Kurtin, duhesh me pas në studio Albinin. Po nuk erdhi. Po nuk erdhi, s'ke që shfleti. Për veprimet mund një analizë ditë. Merë atë tjetrin. Merë Bedreun, merë Ramushin, merë kush është tash kryetar të partisë. Po let flasin ata. Let flasin, po unë besoj që edhe Albini mund shkojnë në një studio tjetër atje, ku i pëlqen atij, se në gjitha nuk mundet, asune nuk shkoj në gjitha studiot. Sepse unë në studio ku i vesin do tjetë se çka me pyet Xhavitin, unë nuk shkoj. Gazetari ose ata që janë aty, le të pyesin çka dojnë, por jo me qëllime të porositura. Tani këtu janë disa studio që nuk shihen kur flasin të bëhet lamsh aty. Dihet që ata kanë interesa edhe të klikimeve, edhe të interesit të shikueshmërisë dhe të kudadione, por problemi është nuk është te analistët, edhe pse po ndikojnë shumë tek opinioni në Kosovë, por problemi është tek përgjegjësia politikanë.